Partia Socialiste zhvilloi mbledhjen e kryesisë ku mori pjesë edhe kryes socialisti Edi Rama. Në mbledhje u diskutua për procesin zgjedhor brenda në Partinë Socialiste, derisa në datën 21 mars do të zhvillohet edhe mbledhja e asamblesë. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi tha se strukturat e Partisë Socialiste do të shtrihen edhe në diasporë. Procesi që është bërë çdo 2 vite në Partinë Socialiste dhe është procesi i reformimit i gjithë strukturave të Partisë Socialiste, është një proces që do të përfshijë të gjitha forumet e kësaj force politike e do të shtrihet në çdo qelistë të Partisë Socialiste në të gjithë vendin. Është viti kalendarik, i cili në zbatim të statutit të Partisë Socialiste do të kërkojë një proces zgjedhor në të gjithë strukturën vendore të Partisë Socialiste dhe ky proces do të fillojë me zgjedhjen e kryetarëve të organizatave, do të shkojë në zgjedhjen e forumeve lokale të Partisë Socialiste, një proces i cili tashmë është bërë çdo 2 vitshëm në Partinë Socialiste dhe është një proces i riforcimit të gjithë strukturës së Partisë Socialiste në të gjithë vendet. Është një proces i cili thash do të përfshijë të gjithë forumet e Partisë Socialiste, të zgjedhurit e saj, natyrisht do të shtrihet në çdo qelistë partisë në gjithë vendet. Në mbledhjen e datës 21, Klosi tha se do të kenë diskutime për përfshirjen e të gjithë anëtarëve të Partisë Socialiste në një proces që do t'i hapë rrugën edhe zgjedhjeve të reja, që Partia Socialiste ka kërkuar gjithmonë rifreskim. 12 qershori i këtij viti, tha Klosi, shënon edhe 35 vjetorin dhe gjithë procesi do të kurorzohet pikërisht në këtë datë. Natyrisht në mbledhjen e datës 21 ne do të kemi diskutime për përfshirjen e gjithë anëtarëve të Asamblesë së Partisë Socialiste, një proces që gjithmonë do t'i hapi rrugën dhe zgjedhjeve të reja, por po ashtu dhe antarësimeve të reja në Partinë Socialiste, që gjithmonë kanë kërkuar rifreskim dhe për më tepër që të gjitha këto bëhen në vitin e 35 jetës së Partisë Socialiste, 12 qershori i këtij viti, shton 35 vjetorin e Partisë Socialiste dhe gjithë procesi do të kurorzohet në këtë datë me një rivlerësim të gjithë kontributeve të antarësisë së Partisë Socialiste, themeluesve, kontributorëve, natyrisht anëtarëve të rinj të partisë. Statuti, tha Klosi, përcakton qartë që zgjedhjet në forumet vendore, drejtuese lokale, por edhe në një dimension të ri, që nga zgjedhjet e kaluara e kemi evidentuar të rëndësishëm, që është partia në diasporë. Do të ketë vendimarrje për shtrirjen e strukturave lokale, si dhe në degët në diasporë, sigurisht në vendet që kishin numrin më të madh të votave. Kësaj vote, tha Klosi, do t'i përgjigjemi me organizim strukturash, krijimin e strukturave kudo që shqiptarët ndjekin, mbështesin dhe votojnë Partinë Socialiste. Statuti përcakton zgjedhjet në forumet lokale të partisë, vendore të partisë, dhe prandaj gjithë procesi do të kanalizohet tash në zgjedhjet e organizatave, zgjedhjet e drejtuesve lokal të Partisë Socialiste, por natyrisht edhe me një dimension të ri, që tashmë nga zgjedhjet e kaluara ne kemi evidentuar jashtëzakonisht të rëndësishëm për funksionimin e brendshëm të partisë, që është partia në diasporë. Do të ketë një vendimarrje edhe për sa i përket shtrirjes së strukturave lokale të Partisë Socialiste dhe organizimit të strukturave dhe në degët tona në diasporë, dhe kryesisht në vendet ku ne kishim edhe numrin më të madh të votave. Mos harrojmë, Partia Socialiste pati një sukses të jashtëzakonshëm në zgjedhjet e fundit nga vota e diasporës dhe kësaj vote ne natyrisht do t'i përgjigjemi me një organizim strukturor, atë që ne e kemi në gjenezën tonë, krijimin e strukturave tona kudo që shqiptarët ndjekin, votojnë, mbështesin Partinë Socialiste.